Universiteti Europian i Tiranës nderoi me titullin doktor honoris causa presidentin Alfred Mojsiu. Në një ditë simbolike të paqes për Europën, si dhe njëherës në datën historike të përfundimit të luftës së dytë botërore, u nda kjo gradë e lartë për personalitetin Mojsiu, që ushtroi detyrën e kreut të shtetit shqiptar gjatë viteve 2002-2007, me përkushtim dhe respekt ndaj ligjit. Në momentet vështira të historisë son politike të tranzicionit trazuar, ju keni ditur të mbani qëndrimet matura, duke vendosur në radh parë interesat e vendit dhe qytetarët, një shembull i shtetarit që kontributi juaj të përretësohet në historinë e vendit. I vlerësuar me motivacionin për rolin e tij të pazëvendësueshëm si faktor uniteti kombëtar, presidenti Mojsiu shprehu mirënjohje për dekorimin dhe ndau parimet e të qenurit një politikan i denj për shoqërinë shqiptare. Mendoj se për të pasur sukses, detyrë duhet të ketë përkushtim, pasion, ndershmëri dhe këmbgulje. E ka vlerësuar drejtsinë, e ka rrit parimin që kur flet drejtësia, politika duhet heshtë, se politika është një mision. Dhe unë këtë do të bëja thirrje në rast të politikës shqiptare, që duhet të jemi bashkë për momentet madhore të vendit tonë. Në një ceremoni të veçantë në mjediset e Universitetit Europian, ishin të ftuar veç familjarëve e miqve të tij dhe personazh të rëndësishëm, akademik dhe politikan. Jemi krenarë që kemi pasur dhe e kemi Alfred Mojsiun, antifashistin, partizanin, inxhinierin, funksionarin publik me cilësi të ralla, presidentin, prindin, njeriun fort të admiruar nga të gjithë.